Babai 17 vjeçares nga Fieri, e cila u dhunua dhe u filmua nga 3 vajza, ka folur për herë të parë në emisionin Me zemër të hapur të moderatores Evis Ahmeti. Ndërsa tregon se vajza e tij po përpiqet të rikuperohet, babai ndan detaje rënqethëse nga ngjarja që ka tronditur opinionin publik. Unë në fakt atë që isha në punë që ishte shumë goca sikur pa parandije, e mora gocën telefon. S'po më tregon në fillim. Kështu do të bëj një sër në spital tha. Çka ke tash unë nuk ndihesha mirë tha. Po nuk na tregoi fakt. Mora nuse telefonin tash shkon në fjetës ose shkon sa smur tash. Në darkë e morën vesh ose nga motre nuses. Ke kish parë një video që kisha kanë rrau gocën ishte. Tash kurse erdhi ngjarja tash unë s'po ja tha gjose i kishëm fsharur tash shoqë mas shoqë tha. Unë dio kursi ta më morën tha. Më thanë kemi për të sqaruar diçka. Pastaj e shikoj çuar të shtëpia dhe e ka parë dhe video pastaj, çfarë them më. Babai thotë se e bia kishte shenja të dukshme dhune në trup, ndërsa shpreh shqetësimin se pavarësisht kallëzimit të bërë në komisariat dhe gjendjes së saj shëndetësore, reagimi nuk ishte ai që familja priste. Në 8 qershor kam qenë në orën 8:30 darkës, kam qenë vetë atje, kemi denoncuar dhe as u morën mas as gjë, të them të drejtën. Ku i kishte marrë shenjat? Në mbrapa veshit, te pjesë e kokës lart, rreni floku, edhe syt shumë të nxirr. Në mjekët kishte përsëritur një serum edhe. 8 qershori u kthye në një makt për 17 vjeçaren, ku 2 15 vjeçare dhe një 20 vjeçare e pritën pas kursit të parukerisë me pretendimin se donin të sqaronin një konflikt. Më pas e quan në banesën e njërës prej tyre, ku e dhunuan fizikisht, ndërsa të gjithë skenën e filmuan me celular. Pamjet u bën publike ditët e fundit, ndërsa adoleshentja e shoqëruar nga nëna e denoncoi ngjarjen në polici që ditën kur ndodhi.